Mirë se erdhët në kanalin tim Recetet e Angjelës. Sot do t'rregoj një recetë pak më ndryshe dhe është pak më e veçantë për mua sepse është një nga ato receta që më kanë ndihmuar shumë të qëndroj ngopur, por njëkohësisht të humbas dhe pesh dhe doja ta ndaja me ju. Deri tani kam humbur 9 kg. Na duhet 1 gotë kuskus dhe 2 gota ujë. Vendosim si fillim ujin që të ngrohet dhe në momentin që vazhdon të vlojë do t'i shtojmë kuskusin, do ta fikim dhe do ta lëmë për 5 minuta dhe ai do ta thith komplet ujin dhe do të jetë gati. Pra për 5 minuta bëhet gati. Mund t'i shtojmë pak krip, e mira është që kripën gjatë kohës që jeni në regjim dhe doni të humbisni peshë, ta eliminoni totalisht sepse mbledh ujërat në trup dhe nuk ju lejon që të humbisni peshë, pra ju jep atë fryrën e tepërt. Më pas do të shtojmë pra siç e pat kuskusin, unë shtoj me peshore, por pak a shumë 6 lugë kuskus. I shtojmë 50 gram qiqra dhe 2 lugë gjelle me misër të konservuar. Pra më pas i kam shtuar 80 gram tuna në ujë, jo në vaj, sepse në vaj ka shumë kalori. Në ujë, unë shtoj 80 gram, 100 gram varet, por diku këtu 80-100 gram dhe një kastravec. Ky është dreka ime. Duke qenë se unë jam njëri që mund të konsumoj edhe 2-3 ditë njëjtin vakt, unë e përgatis për të paktën 3 ditë, pra 3 dreka dhe i mbaj në frigorifer. Përgatis për ditën e sotme dhe 2 ose 3 vakte të tjera që t'i kem gati. Mëngjesin pastaj është diçka e momentit, mund të jetë 4-5 luga kos me fruta ose vezë skuqur pa vaj ose mund të më thoni në komente dhe të bëj dhe video të tjera ku të ndaj një ditë të plot ose disa ide të tjera për drekën apo për mëngjesin, për darkën, në mënyrë që të keni sasitë e duhura dhe të kalorive, por dhe pse jo që të jeni të ngopur gjatë ditës. Kjo recetë pak a shumë ka 380 kalori dhe më pas llogarisni edhe kaloritë e mëngjesit dhe të drekës dhe nëse do të konsumoni snack, pra që të bëni një llogaritje totale të kalorive të ditës. Në vazhdim mund të ndajmë receta të tjera të tilla, kështu që më ndiqni për më shumë video të tjera, mos harroni të bëni subscribe dhe ju përshëndes.